Ky është Luan Mema, 62 vjeç, kryekomisar policie dhe me mbi 25 vite karrierë, dhe për një poezi të titulluar Ujkonjat, u pezullua nga detyra duke përfunduar në dyert e drejtësisë. Ai thotë se me propozim të shefit të Departamentit të Policisë Kriminale Neritan Allbati dhe me aprovim të ish-drejtorit të përgjithshëm Ilir Proda, Komisioni i Disiplinës dhe Standardeve Profesionale me 14 nëntor të vitit të kaluar e pezulloi për 2 javë nga detyra, ndërsa Komisioni i Apelimit nuk e ndryshoi këtë vendim, që pati fuqi prapa vepruese, ku për 2 vite i ndaloi ecuria në karrierë, i hiqej e drejta e gradimit dhe konkurimit dhe i prishej reputacioni profesional, pretendon Mema në padinë e bërë në gjykatën administrative ku e dërgoi çështjen. Kjo e fundit ka dhënë vendim pro tij, duke i shfuqizuar 2 vendimet e mëparshme. Por çfarë parashtronte 62 vjeçari në padinë e tij? Përpara jush nuk është thjesht një akt administrativ për të kontrolluar në aspektin formal, por një ndërhyrje drejt për drejt në lirinë e shprehjes, një nga themelet mbi të cilat ndërtohet çdo shtet i së drejtës, pretendoi Luan Mema. Sipas kryekomisarit, është ndëshkuar për një poezi dhe jo për një veprim që ka prodhuar pasojë konkrete apo sjellje që ka cënuar rendin dhe disiplinën. Kjo është vendos menjëherë çështjen nga një debat procedural në një çështje themelore, ku finte ndërhyrjes së shtetit në mendimin dhe shprehjen e lirë përforcon argumentet polici i karrierës, i dekoruar në 2019 nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit me certifikatën për shërbime të dalluara, kur mbante detyrën e zëvendës drejtorit të policisë Berat dhe që në 2024 kaloi me sukses procesin e vettingut. Në këtë kuptim shton Mema, kjo çështje kërkon një përgjigje të qartë dhe të drejtë për drejtë. A mund të ndëshkohet një individ mbi bazën e një perceptimi pa u provuar një dëm real? Mbrojtësi i Memës Dritan Kruja, në parashtrimet që bërin administrative, thekson se interpretimi literal i një teksti artistik përbën një gabim të rëndë thelbësor juridik. Me argumentin se një masë e tillë krijon pasoja të vështira për të rikuperuar dhe kohëzgjatja e gjykimit në apelin administrativ, vetëm sa i shton këto kosto dhe pasoja të dyanshme nëse jep të drejtë paditësit, Luan Mema i bën thirrje shkallës së parë të shmang këto pasoja dhe në fakt togat e zeza i dhan të drejtë duke dhënë vendimin në favor të tij.